Po, absolutisht pajtona që kjo ka qenë një revolte qytetarëve. Na kanë japi thojmë lodhje me zgjedhjet, por nuk ka veç lodhje me zgjedhjet, është lodhje me ndojën e me këtë sjellje të udhëheqësve politik. E natyrisht, sipas votave mas shumti me sjelljen e Albin Kurtit, sepse nuk mund të barazu gjithë njëjtë. Po mendoj që këto do të kuptuohen si një lloj proteste të qytetarëve. Por për mua gjëja më e rëndësishme është që reduktimi i numrit të njerëzve që kanë marrë pjesë në këtë proces zgjedhor ja thot një porosi të qartë Albin Kurtit që nuk mundesh me bëj çdo gjë dhe me i marrë votat tona. Pra që votat tona, qofshin ato edhe 50%, 40%, 30%, 60%, janë të kushtzuara, sepse nuk ka votë të pakushtzuar, dhe vota jipet domethënë për veprimet, sjelljet, projektet, zhvillimin që ti e garanton. Dhe nëse nuk i bën këto, atëherë natyrisht që s'ka vota. Unë kështu po du me lexu dhe mendoj që kjo është një prej leximeve drejta të situatës, sepse na kujtohet kur kam pas diskutimin për heqjen e TVSH-s kur filloi me u rrit çmimi i naftës për shkak luksit në Iran. Ka pas një fjali emblematike aty Albin Kurti që tha që jo edhe më përpara opozitës i drejtohej. Keni kërkuar që me ul TVSH-n se kam ul dhe qytetarët pranë kanë votu, që i bie që praktikisht çka bëjnë në qytetarët votojnë megjithatë. Mendoj që shtazë qeshori ka treguar Albin Kurti që jo nuk është ashtu. Kjo është arrogancë. Çka bën? Kjo është arrogancë, domethënë. Apo kjo porosi e rëndësishme. Arrogancë e ndëshkuar. Sepse liderët që po kanë një sukses të madh elektoral sikur Albin Kurti, kemi të tillë edhe në rajon shumë edhe ata po përballen tash me forma të ndryshme të rezistencës qytetare. Ata po krijojnë përshtypjen që nuk ka rëndësi, domethënë tash mu qytetarët ndojnë dhe unë më me bë diçka, tjetër, më me bë kur gjë dhe votat i kam. Shtazë qeshori, në kohë shumë të duhur mendoj, i ka treguar Albin Kurti që nuk është ashtu. Varet çka bën. Dhe kjo është kondesh tash me drejtu ndryshe sjelljen politike të liderëve politikë Kosovë, duke filluar nga Kurti dhe të tjerët.